Nëse konsumoni patate të skuqura, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Patatet e skuqura janë në përirë të vërtetës një ushqim i shijshëm dhe i preferuar për shqiptarët, por duke qenë një ushqim i shpejtë me kripra dhe mbi të gjitha i skuqur në temperaturë të lartë, ato mbeten të dëmshme për shëndetin. Kjo ndodh sidomos nëse konsumohen rregullisht dhe me tepric, gjë që ndodh rëndom në vendin tonë. Problemi me patatet e skuqura është se në kushtet e shtëpisë, anvisat kujdesen gjithmonë të ndërronë vajin e skuqjes, ndërsa në restorante nga ana tjetër, konsumatori nuk ka kurrë të sigurt se sa i vjetër është vaji për skuqjen e patateve. Përveç kësaj, rëndësi ka edhe sasia e patateve të cilat konsumoni ditë pas dite, pasi gjithçka mund të ndryshojë në trupin tuaj edhe nga sasia që zgjidhni të konsumoni në dietën tuaj. Në këtë video do të rendisim disa nga arsyet pse nuk këshillohet të konsumoni patatet e skuqura nëpër restorante, sepse mund të shkaktojnë probleme me peshën e tepërt, mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe diabetit të tipit 2 dhe të shkaktojnë edhe probleme me veshkat, gjithashtu të ndikojnë edhe në humbjen e përqendrimit. Ndaj tregoni të vëmendshëm me sasinë e patateve që konsumoni.